Jemi në studio. Jemi. Unë nuk e di re, i ke parë ti punimet e ti me inteligencë artificiale? Figurat historike? I ke parë apo do që t'i shosh? Unë dua t'i shoh që tani në fillim. Më mirë të ndikim disa video ilustruese, le të themi, dhe pastaj të kalojmë njëherë të prezantimi ati. U kësujem e pe, bën, është fantastik, Bar Sokoli është mjeshtër i realizimit të këtyre dhe bravo për idenë. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Bar. Mu duk sikur po lidheshim me na i frashë një moment. Mirë se erdhe dhe shumë komplimenta për idenë tënde. Faleminderit për komplimentin, faleminderit për ftesën. Faleminderit ty. Super gjetje dhe një super mundësi për të informuar gjithë të rinë mbi historinë. Përderisa të rinë kanë akses në TikTok, aty ti e ke dhënë informacionin për figurat historike që ndoshta ata s'kan pasur kohë ta mësojnë tek lënda e historisë në klasë, po ti ja prezanton më së miri në rrjetet sociale. Gjetja. Po, unë kur kam qenë fëmijë në shkollë fillore, gjithë kemi pas në librat si shumë tjerë, dhe me thonë fotografi të personazhve, po fatkeqësisht me kvalitet dobët, ilustrime, bardhë zi, dhe nuk shihet qartë fytyra si duke në vërtet ajo figurë. Ti je bardhë zi, po. Ti je bardhë zi, po. Po tash me kohën tonë kemi inteligencën artificiale, po unë gjithë kam qenë qysh fëmijë, kam qenë fan si gjërave vizuale, dhe gjithë më kanë interesuar, më kanë fascinu. Po pse figurat të tilla historike? Përse? Po pikërisht se mungesë e fotografive, materialit, kur shoh për shembull fotografi të Napoleonit apo shumë figura tjerë botëror, them pse mos më pas edhe ne jemi dikush. Edhe besa është viti 2025, është mund me quajë ndoshta marrë që nuk kemi deri tash aq shumë fotografi. Kur të nisi si ide kjo Bardh? Si ishte momenti i parë i krijimit të kësaj ide? Si ide, fotografia, në fakt piktura e Mit Sokolit, cila është vetmja fotografi, vetmja pikturë nga Salishi Jaku, edhe është pikturë ku nuk shihet aq mirë. Edhe jam ka shtyr që me provu një verzion më të mirë, duhet pas inteligjencën artificiale që e përdor në profesionin tim, sepse profesioni im është dizajni grafik, po ashtu edhe fotografia. Do të jam marrë me këto gjëra shumë, sidomos e përcjellë këtë inteligjencë që nga viti i kalum, edhe dikur menova ta shpret se muj me shfrytzu këto vegla që i kam në dispozicion. Edhe fillova me Mit Sokolin, po unë e kam ashtu gjithë kur të filloj diçka gjithë e kam atë mënyrën me përmirësu, si është mundësia me përmirësu hala ma shumë. Edhe kështu ka qenë te Mici, pasi e kom bërë figurën ku do shumë realistik, mendova tani, pritë se ndoshta muj me realizu edhe një skenë të shtëpis ku është rrit, apo të malit, edhe bashkë, do me thonë me kriju një video. Po dikur mendoj sa kesh aq me entuziazëm tash, wow, çfarë fascinimi është ky. Po e lëm pak Micin anash, po filloj në Skënderbeun, në figurë shumë e madhe, edhe kështu tani nuk kam ditë me undalë. Barti, sa kohë të merr ty relativisht që të merresh me rjetëzimin e këtyre figurave historike? Varet ndoshta nga fotoja, cilësia e saj, apo është shumë e thjeshtë i bësh me program? Jo, nuk është fare thjeshtë, merr shumë kohë, tu bazu në faktin që inteligjenca artificiale nuk është hala perfekte. Domethënë nëse bëjon tash e japi një prompt që quhet ai udhëzimi, ai teksti se si me nxjerr një fotografi, nëse tani e pus për shkrimin perfekt të Skënderbeut, nuk do del ashtu mirë. Domethënë duhet me e provu disa shumë herë, edhe dikur mundemi me u dorëzu, thonë nuk po del aq bukur, ose me shfrytzu një program tjetër, si për shembull Photoshopin, ku mundesh me e manipulu manualisht, me ndryshu për shembull nëse flokët nuk dalin mirë, me Photoshop mundesh me ndryshu vetëm pjesën ku janë flokët. Kështu që ndryshon, po muj me thonë diku rreth 5-6 orë për me kriju një video të shkrijaj, po ndryshon. Do thotë se do një përkushtim shumë është edhe ai procesi që me mustashe apo me mjekër, të prera apo të gjata, plisi vendosur kaq i bardh apo pak mirë, se po i shikoj i kam parë gjitha videot tuaj e di kështu përmendësh. Prandaj, i kam parë dhe editimet e tua. Cili është ajo, ose cili është ai personazh, le të themi, kështu që ka pasur më shumë impakt kur ti e ke hedhur me inteligjencë artificiale?
Adem Jashari. Adem Jashari. Ka pasur njerëz që e kanë komentuar, të kanë komplimentuar, të kanë thënë diçka, po si figurë historike patjetër. Po, ne kemi një fotografi që është ndoshta më e famshme e Adem Jasharit, ku qëndron drejt me uniformë ushtarake, po askush nuk e kanë pa duke lëviz, si video. Në momentin kur fillon me lëviz, ka qenë rënqethse, ashtu ekstrem. Ndoshta lidhet me faktin se ai ka qenë gjallë, kur edhe unë kam qenë gjallë. Ndoshta ajo koha. Nuk është ajo lidhja ndoshta me Skënderbeun ose me Mitso Kolin si është me Adem Jasharin. Po çfarë komentesh mund të të kenë ardhur në këtë rast? Çfarë mesazhesh mund të kesh pasur nga njerëzit? Mesazhe si wow, rënqethje, wow, djalë na tranove, si e realizove këtë. Me thënë shumë feedback të mirë ka marrë. Përgjithësi. Ka pasur edhe kritika, po në përgjithësi kanë qenë komente. Sa figura numëron në total të realizuara? Nuk e di, me tregu drejt nuk i kam numëru. Me përafërsi duhet ta dish, besoj diçka, një numër. Diku të 20 sa video e sigur që ishin postuara, po besoj e duke i shtuar. Diçka 20, po. Diku 20, po. Pse reanimatori? Deri tani. Bardh, pse reanimatori? Reanimatori ka qenë emri kam dasht me përdor sepse me reanimu është me sjell dikon në jetë. Me thonë, dikush që është i vdekur me sjell në jetë, edhe pikërisht mbasi e ka fjalën me animator, do të thonë me animacion, është pikërisht unë që e bëj. Për atë reanimatori. Dhe pse reanimatori, do të thonë personi e jo reanimacion ose diçka tjetër, sepse kam dashur që edhe unë të jem në video me tregu historien se çka më ka pru aty, çka më ka shty, çush e kam realizuar sepse gjithë më ka interesu kjo pjesa ku është storytelling, kur do me tregu një ide, është mirë që të jetë edhe një person përpara, sepse njerëz lidhen shumë ma afër me njerëz. Do thënë njerëz lidhen me emocione. Është melodia që ti vendos. Janë dhe këngët që ti vendos, bazat, mënyra se si ti e lidh në fakt që e kthen si një dokumentar, e kthen si një, le të themi, si një film me metrazh shkurtër, çdo gjë që ndodh brenda. Po, isha me thonë ashtu. Me thonë, unë e kam bujt me përhap vetëm një fotografi ose një video të shkurt animacion i Najm Frashërit ose Isa Boletinit, po nuk do kishte qenë interesant se sa një video e shkurt ku ka një fillim, një mes edhe një përfundim. Kjo është, me thonë, një themeli i një storjes. Po, Bardi më ngacmove më herët ku thej që përveç komenteve pozitive ke marrë edhe komente negative në video që ti poston. Çfarë eksaktësisht? Për shembull, unë nuk jam askushi që me i ringjall njerëz, si duket këtë fjalë kanë marrë shumë bukvalisht, ose që këto bëhen për 2 minuta, është shumë thjesht, ose pse unë e vendosi logon tam në videot, kur në fakt kjo merit është inteligjencë artificiale, jo e jam. Gjithmonë do gjejnë një lloj pjese të tillë. Një kleçk, domethënë pa lidhje. Ndërkohë, fatkeqësisht. Si duket më shumë tek videot, tek mënyra se si lëvizje. Bardi, ti je rritur në Kosovë vet? E ke kaluar aty adoleshencën? Po, jam rritur në Kosovë, në moshën 20 vjeçare kam kaluar në Vjenë të Austrisë, kam filluar studimin dhe tani edhe punoj dhe jetoj. Po, dhe punon, ky është profesioni jot primar të qenit kreativ me inteligjencë artificiale, me fotografit, me imazhe të tilla? Apo? Pikërisht, po. Okej, bën këtë gjë, që është mirë pritur. Çfarë do të kemi në vazhdim nga ty? Në vazhdim do të vinë edhe video tjera të shoh se nuk kam vendosur cili personazh të jetë i arshëm. Po ti e lë mundësinë edhe për komentuesit, pra i thua atyre që çfarë doni ju që të shihni për të realizuar unë, domethënë. Po, marr komente shumë. Marr shumë komente, bëni këta, po fatkeqësisht nuk muj të gjithë me kriju për shkak se për shembull të disa personazhe figura nuk kemi aq fotografi si pikë referente ku muj me u nis për shembull. Është shumë më mirë nëse i kam 4-5 fotografi të personazhit. Sepse pra ka figura që si bën dot as me inteligjencën artificiale, po thua. Nuk të ndihmon. Pikërisht, edhe Skënderbeun për shembull aty që e kam paraqit nuk është. Ke bërë disa imazhe të Skënderbeut, nuk është se ke një të përcaktuar.
Ke eksploruar? Po, ashtu, jam mundu që gjithkohë me u dogë si njëjtë. Po, ndryshon. Në me thonë, nëse e vështrojmë ma detajisht, ndryshon pak. Nga ana tjetër, njerëzit që kanë parë videot e tua, pa tjetër që kanë pëlqyer punën tënde, mënyrën se si ti realizon videot me inteligencë artificiale, atë shërritur mbase puna, ke pasur kërkesa pune për sfera të ndryshme të inteligjencës artificiale, jo vetëm në këtë aspekt, mbase nga video që ke postuar. Në këtë aspekt më shumë kisha me thonë, sepse audienca ime është, me thonë, populli shqiptar. Për momentin i kam diku rreth apo mbi 400 mesazhe në inbox prej njerëzve të cilët kanë kërkesa personale që dojnë me bo një video të tillë të gjyshit apo të prindit që kanë humbur në luftë për shembull. Po, disa kërkesat shumëta, po nuk mundem me realizu të gjitha për faktin se unë edhe kam vendin e punës, cilën nuk mund me arrit të gjitha në të njëjtën kohë. E qartë. Patjetër. Por prapë mund të ishte një ide mirë që të merresh edhe me këtë pjesë, pra, të rihetësoj edhe figurat të ndryshme të njerëzve që mund të kenë. Po, patjetër, qëllimi im do me thonë me depërtu edhe në fushën tjetër, për shembull ndoshta do të jem më shumë aktiv në të ardhmen këtu në Austri me projekte tjera më të mëdha që nuk ka të bëjmë për shembull me figura historike, do të thonë unë shoh inteligjencën artificiale në fushën time në art dhe në fotografi e video si zhvillim shumë të madh dhe muj me inkuadru në projekte si për shembull video të shkurtë ose filma të shkurtë ose në video spot. Dje për shembull e pash një lajm që H&M po krijon figura kopje digjitale të modeleve. Për shembull nuk e përdor një modele për një kampanjë në New York, po të njëjtën kohë nesër më krijon edhe për në Japoni, pa autu modeli në Japoni. Po, pa që një modele fizike, reale, konkrete. Ashtu, pikërisht. Po tani kalojmë te kjo pjesa morale, sa është morale me kriju një kopje digjitale të një personi. Po, a do të ishte më fitim edhe kjo është në diskutime. Për ju, krijues. Patjetër. Cilat janë kostot që ju hishni? Koston e pagesës së një vajze për model, ose të një djalin në këtë rast, të produktit gjithashtu, të vendit që merrni me qira, të fotove, të aparateve, të ndriçuesve, ja bëra listën. Çdo gjë shkon në një vend. Dhe kohës. Okej. Pikërisht, po sot në mëngjes spontanisht të pata një ide çka për shembull nëse për shembull një figurë, ta thojmë Edi Rama, do krijojmë një kampanjë për një brand të chipsave. Edhe dojmë Edi Raman me pas si fytyrë për atë. Edi Rama nuk ka kohë për shembull me ardhur në studio me fotografu me këtë periudhë nuk ka kohë. Po një kopje digjitale me AI se si për shembull Edi Rama është duke ngrënë chips para televizorit apo diçka. Po patjetër se duhet me fut edhe disa ligje apo si më thon çka është korrekte. Por gjithmonë me leje, pra, duke i marrë leje. Me leje, po ndoshta më me kriju një video spot kështu, edhe me dërgu të Edi Rama edhe ajo jep, domethënë. Po kjo do thotë që ti të marrësh imazhin e dikujt që ekziston. Unë po thoya për imazhin e dikujt që e krijoni pa ekzistuar. Po, mundet edhe ashtu. Domethënë ky është trendi i juaj kohët e fundit apo jo? Të krijoni imazhe të paqëna real. Po. Mixed personazhesh një orë ndoshta. Po, pikërisht ashtu. Po, është një fushë e re, ende nuk i dim, nuk është që mundemi me vënë një titull. Okej, kjo duhet bëhet kështu, kjo duhet bëhet kështu, po hala kemi shumë pyetje të cilët janë të hapura, sepse është diçka e re, nuk kemi pas kurrë më parë. Si të mirëve me këto, çka është okej, çka nuk është okej. Po do presin e do shohim videot e tua se çfarë do krijosh dhe do të ftojmë sërish në emision. Jemi sy e vesh tashmë çfarë do jenë të reja nga ty. Faleminderit shumë, Bardhet, përshëndesim. Faleminderit gjithë mirë, se reanimator. Faleminderit shumë. Bafshim, okay. Ikim reklama, kthehemi vetëm pas pak.